Si dhe në çfarë forme po luftohet korrupsioni në vend? Nuk mjafton vetëm përkushtimi deklarativ, por duhet edhe guxim i madh për ta luftuar korrupsionin. A është kjo luftë më shumë në letër apo në praktik? Forma më e lehtë e implementuar për tani është forma deklarative. Mirë po është momenti i vërtet që të lëvizim nga ai momenti. Cilat janë sektorët më të ndjeshëm ndaj korrupsionit? Rëndësishëm siguria, domethënë mjedisi jetësor për ndryshe është një ndër sektorët po ashtu të shumë të jo vetëm të ndjeshëm, po edhe më pak të rregulluar. Përpara kemi punuar po ashtu me sektorin e arsimit, edukimit, po ashtu edhe me sektorin e kulturës. Ka shumë sektorë të cilët identifikohen si të ndjeshëm. Pse janë pikërisht këta më të rrezikuarit? Sepse nuk janë definuar mirë. A ka emra që të gjithë e dinë, por askush nuk guxon t'i prek dhe si mund të ndryshoj kjo situatë? Urdhër i Unionit Evropian që të qasemi më me seriozitet në trajtimin e çështjeve me korrupsion dhe të jemi më konkret, por kjo do të jetë një vullnet, një përkushtim i jonë që ne të identifikojmë jo vetëm emrat, por edhe institucionet të cilët janë të korruptuar dhe po e dëmtojnë shoqërinë. Apo jep rezultate lufta aktuale institucionale kundër korrupsionit, apo nevojiten veprime dhe goditje edhe më të fuqishme penale për ta ulur korrupsionin? Nuk është vetëm goditja penale, ndëshkimi i aktorëve, flasim për definim të po ashtu të sistemeve dhe procedurave, flasim për një liri politike, flasim për një pavarësi ekonomike. Çfarë përfiton konkretisht vendit nga bashkëpunimi me RAI-n dhe si mund të përdoren praktikat më të mira rajonale? Ne jemi të interesuar që sa më tepër të trajtojnë raste konkrete nga të gjithë institucionet, të shërbejnë ato raste edhe për shembull, po edhe të na ndihmojnë të hapërojmë sa më shpejt në Unionin Evropian. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep drejtori i Iniciativës Rajonale kundër korrupsionit Albert Hani. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.